po ju pyes personalisht, mandatar, a ka ndryshim në investimet e mëdha kapitale? Për shembull, nëse do të më shkruan në Gjilan, a ka autorrrugë ndërtuar me që 5 vjet? Ka qenë paguar me gjysë e kësaj autorrruge, ka qenë kontraktuar, ka qenë projekt. Mos harroni një gjë, çka është kjo autorrrugë? Nuk është vetëm për Gjilanin. Kjo autorrrugë është me bashkue Luginën, me shkuat edhe Vibar një ditë. Prej aty na me vazhdu me fuqinë tonë. Nuk është pak kjo pyetje jemja, po njëjta situatë për fat keq vjen edhe për Mitrovic. Që sa vjet është në projekt u kry autorrruga deri në Mitrovic. Besoni, nëse je përgute me shku në Mitrovic, ki me pas problem. Ose nëse është një lehon, që du të marrë pja tje këtu, ose nëse është një urgjencë në veri. Pra, aqë sa e në konë interesant urat, e që jënë të mira, e që ka ura, më shumë ura u ofshin, e njëjta strategjia do është me vlejt, mu kry me shpejtësi autostrada deri në Mitrovic, e ndoshta dhe ma thellë. Së është depërtim i fuqisë tonë. Mos flasim për autostradën për pej, ose autorrugën. Ju kuptojmë, keni pas dyshimet e juja se ka keq përdorime. Se ato huat që i kemi marrë në BE, mos me shti buxhetin tonë, me njëherë me mbajt peng. Se po do dikush me i keq përdorë për ara, në rregull, më falë qila dinamika, a dini që s'keni mri ende dhe në dolcë. A dini që me këtë shpejtësi, 5 vjetë me mri dhe në dolcë, edhe nuk kemi mri dhe në dolcë. Problem për besh. Beshani me konë qytetari i Kosovës, bolëzëre kom, qyshme e sharu këtë bu. Ose nuk ka nevoj me luftu se tash në pushtetin i ju, apo nuk e di, po një fjallë nuk e pate. Ashtë një, besot të nove menen, nuk në kja fjallimin se e kësha analizu ma shumë, po të nove menen nuk e përmenen njëherë fjallën korupcion, lufta kundër korupcionit. Ata ka ndalu në i kush, a vetë e ke harru, nështë e ke harru. Kolegë, po du me u këthyte ajo që është më rëndësi. Unë e di se ka një marrëveshje, një komplot, një situatë që duhet me shku me datë 28 tetor me votu, e do të rritemi. Se 28 në vjen diaspora, e ne ja u kalzojmë vendin kësaj opozitës, e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo logjik o shumë reale. Unë mendoj që është më mirë me i kalkulue këto zhvillime. Për shembull, unë besoni isha një mirë me më thënë kryetarive të vendosjes në këtë parlament o hupë shumë kohë ju kërkoj falje. Për një pjesë më bojnë përgjësin, për një pjesë jo. Kësha një shumë mirë me hënë ju kërkojmë falje që se kemë bëhë të rrutë. Ju kërkojmë falje që se kemë bëhë këtatë. Në një gjonë që se keni bëhë. Ideja që me folë vetëm për suksese, e për të arritura, e të shkurvjena i gurbeqari, kër e paguna i fakturën e energjisë. Mos harroni ata në përëndimi e mësu mi nxeh me qenë. Ju sigurej, aj si ta gjonë, 20 euro ma shtrejt, kom i lujt menja. Nuk është këtë që shkujtojmë na. Tjetra, e di se karta kryesore ka qenë veri, u boni betej për komunën e Mitrovicës, kryetari komunës, kush të qofë Mitrovicë, është i sfidum. është një komunë me shumë probleme, Komuna Mitrovicës ka nevoj për shumë investime, besoni shumë investime, duhet me investu në Komunë Mitrovicës, e në ato zona, mirë po du me ju siguru dhe një gjë. Ideja se sirimi i veriut ka ndohë me ju lusë shërton e pak. Regjia, ja shtën i fjollin ju lutëm. Era po që po të më kryetar. Ju lutëm, veriu është jo breng, por çështje jona. Ju i dini qëndrimet e mia lidhur me tërësinë territoriale të Kosovës, edhe me integrimin edhe sundimin e rënd dhe ligjit